Kura që nga Sanafilla e deri nga në eksperiencën e të emigruarit. Në fakt janë të lidhur me njëra tjetrën, duke qenë se kam njohur shumë histori nga afër dhe të thëna këto nga ish antarë të organizatës Mujahedine që janë dezertuar dhe më kanë treguar për ardhjën e tyre në Shqipëri. Bëj fjalë për mënyrën se si ata kanë lënë vendet e tyre, shtetet ku kanë qenë dhe kanë ardhur nëpërmjet strukturave sociale të ndryshme ku janë premtuar që do kishin zhvillime profesionale apo edhe një jetë tjetër nga vendet ku kanë ardhur. Dhe më pas, si pas dakordësimeve që kam patur në marrëdhënie shtetërore ndërkombëtare dhe palëve diplomatike për ardhjën e tyre këtu, kanë ndryshuar dhe transformuar jetën e tyre. Dhe kjo ka qenë në fakt dëshira ime për të njohur më shumë nga këto histori, por doja ta prika edhe nga afër. Në fakt dokumentari im i parë zhvilluar në Gjirin Persik edhe në Dubai, ndërsa dokumentari i dytë ishte pikërisht aty ku ishte lokacioni që kishte më shumë kontaktet direkte familjare, ashtu siç në fakt kjo enciklopedi ka qenë udhërrëfyesi im dhe manuali im i krijimit të këtij dokumentari, sepse aty ndodhen të gjitha emrat e familjarëve të cilët kanë qenë të lidhur direkt me komplet thelbin e emigracionit që unë doja të trajtoja në këtë dokumentar.